arri në këtë pjesë të kuvendit dhe të marrim një prononcim. Arben, po afrohem nëse është deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjatë afatit, sa ka mbetur? Po, në atë të jemi këtu, këmë bo dhe ftesë publike, para disa orëve që të në aftoj, këmë bo ftesë publike kryesuesit seancës, zotit Deori, që të në aftoj që gjithë deputet i shfrytëzojmë edhe këto pak po prapi për ftesë, që të marrë seanca dhe të konstituohet kuvendit. A i keni 61 për ta filluar këtë seancë? 61 deputet. Do të me komuniku me juve, ma. Tani? Po. Nuk e di sa është numri deputet dhe prezent, po kjo e di se propozimi dhe i takon... Jo, s'kam dhonë asin në shkrim deri me tani, sepse s'm ka kërku dikush për në shkrim. Po do t'jemi këtu. Keni marrë vesh si parti, do t'jeni e gjithë partia, të gjithë deputetët sot pjesëmarrës në këtë seancë nëse veç se do të mbahet? Patjetër, gjithsesi. Faleminderit. Po të mbarë juve, se ju kënë gardjes. Atëherë Arben, e dëgjuam edhe deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë duke ardhur sërish deputet të listës sërbe, të cilët është pjesa tjetër e tyre.